Ranita, besoni që gjendur dhe në ngjarje pas ngjarje, tragjedi pas tragjedie, kjo tragjedi është një moment reflektimi dhe nxitje ndaj njerëzve që të ngrihen të protestojnë ashtu siç po bëjnë serbët? Unë shpresoj shumë që ky shkak, pavarësisht se asnjë nga 59 viktimat nuk është i kombësisë shqiptare, ne i kemi ndjerë domethënë edhe ne shqiptarët ngjashëm si maqedonasi, domethënë e kemi ndjerë dhimbjen e njëjtë, edhe kemi llogaritur, kemi prekur në zemrat tona se ata mund të ishin fëmijët tanë, na ka ndodhur më herët, domethënë në qytetet tona ku kemi patur viktima vetëm shqiptare. Dhe këtë e përmend për një arsye, domethënë unë besoj dhe shpresoj shumë që ky të jetë një moment që të na bashkojë si qytetarë në Maqedoninë e Veriut dhe të bëjmë diçka bashkë, sepse e ardhmja jonë është e përbashkët, duam apo duam ne. Domethënë ne jetojmë në këtë vend ku nuk i shmangim dot, nuk i heqim dot ata s'na heqin dot neve. Prandaj domethënë është momenti që ne të jemi pak më unik për të bërë bashkë përballë korrupsionit, sepse ç'është e vërteta, politikanët që na udhëheqin, pushteti që na udhëheq, përbëhen nga shqiptarët e Maqedonas, të cilët janë shumë të bashkuar dhe shumë bashkëpunues në aferat e tyre korruptive. Prandaj edhe ne si qytetarë duhet të jemi shumë më afër, shumë më të përbashkët, domethënë të reagojmë njëzëshëm për t'i dhënë një grusht të fuqishëm jo vetëm korrupsionit, por edhe gjyqësorit të korruptuar dhe të kapur dhe të kalbur që merr në qafë të rinjt tanë. Janë të rinjt tanë të cilët argëtohen, janë fëmijët tanë të cilët argëtohen në hapësira të tilla me rrezikshmëri të lartë, pa kushte, pa sigurinë e duhur. Ndërkohë që fëmijët e gjykatësve, fëmijët e prokurorëve bashkë me fëmijët e politikanëve, domethënë argëtohen klubeve dhe kabareve të Parisit, ndoshta Stambollit, e Amsterdamit, e Berlinit, e lartë e poshtë dhe me paratë tona. Pra atyre nuk ju bëhet vonë se kanë humbur, janë ndjekur të gjallë 59 persona, se fëmijët e tyre i kanë të sigurt. Prandaj, përveç një proteste, unë mendoj që goditja më e madhe dhe protesta duhet jetë e drejtuar pikërisht në organet e drejtësisë, sepse janë të njëjtat organe të cilat ishin po kaq të kapura dhe të fliqura në kohën e para disa vitesh kur në pushtet ishte domethënë partia VMRO dhe BDI, më pas ishte lidhja social-demokrate, domethënë të majtët me Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe tani është VMRO dhe koalicioni i Vlen nga ana e shqiptarëve. Domethënë janë të njëjtit, pushtetet ndrohen, për pushteti gjyqësorit mbetet po i njëjti dhe po ata të korruptuarit vazhdojnë domethënë të na kushtojnë jetë njerëzish. Arianita, keni besim që, siç po thoni ju prokurorët, sistemi drejtësisë, gjyqtarët, të marrin atë që meritojnë dhe të mos përsëriten tragjedi të tilla, duke qenë si pasojë e mos veprimit ose veprimit të dyshim të këtyre prokurorëve dhe gjyqtarëve? Kam frikë se po s'ju doq shpirti ndonjërit nga prokurorët dhe gjyqtarët, siç ju është djegur shpirti 59 familjeve në Koçan, 16 familjeve në Bosivar, 14 familjeve në Tetov dhe 54 familjeve tjera të rastit të Bullgarisë, domethënë në rajonin e Pollogut, Tetov dhe Gosivar ka qenë shumica e viktimave. Kam frikë se nuk do e ndjejnë, domethënë nuk po e kuptojnë se çfarë bëjnë me korrupsionin e tyre. Kam frikë se domethënë do duhet që ata ta ndjejnë dhimbjen në lëkurën e tyre dhe këtë nuk e dëshiroj askujt. Por do doja që domethënë të vinte një moment kur prokurorët dhe gjyqtarët të ishin në një sallë e cila do merrte flak dhe ndoshta ajo do ishte momenti që do reflektonin këta tjerët se nuk janë të paprekshëm. Në mbrëmë do ju bëj një informacion që ndoshta nuk ka qenë as shumë i përfaqësuar në media. Një prokurore e gjykatës themelore të Tetovës me emrin Leila Kadriu, Sonja Kadriu, ka qenë hetuese në rastin e modularit në Tetov, domethënë në zjarrin në Spitalit Modular. Dhe mbrëm ajo përmes një postimi në Facebook ka informuar se lidhur me përvojën e saj gjatë hetimit të zjarrit në modularin e Tetovës, ku thotë do mundohem kështu, e ka shkruar në gjuhën maqedonase dhe shumica nga ne këto ditë, domethënë më shumë shkruajnë në gjuhën maqedonase se në shqip në rrjetet sociale për t'u dërguar një mesazh edhe bashkëqytetarëve tanë maqedonas të cilët nuk e flasin shqipe.
Dhe thot kështu parafërsisht zonja Kadriu, thot në mënyrë të ngjashme bombastike, si tani flisin në mediume në kohën e modularit, servonin lloj informatash për masat të ndërmarra gjatë hetimit, kemi bërë këtë, kemi bërë atë, domethënë për spitalin modular në tokë, ndërkohë që në prapavi i kanë sjell 2 prokurorë të tjerë si ndihmë, e ka futur në thojë sa zonja Kadriu, thot sepse lënda ka qenë shumë voluminoze. Dhe në këtë moment, njëri nga prokurorët, të cilin ajo e quan Dejan, po nuk ka një mbiemër, thot ka qenë vetëm një postier, fjala e saj, përmes të cilit i kanë mbajtur në kontroll informacionet dhe i kanë mbrojtur ca persona të caktuar gjatë hetimit që mos bëhen pjesë e hetimit dhe mos bëhen pjesë e dënimeve. Bëhet fjalë kryesisht, domethënë, për persona të cilët njëri ka qenë ministër i shëndetësisë, i cili ka porositur modulare, dhe tjetri ka qenë zëvendës kryeministër për çështje ekonomike dhe pronari i kompanisë e cila e ka furnizuar Ministrinë e Shëndetësisë me modulare. Me këtu, përveç aferës korruptive ose le të themi favoritizmit që ka ndodhur midis bashkëpartianëve, ka ndodhur që këto modulare nuk kanë qenë të përshtatshme, këto instalacione, këto kontenjerë nuk kanë qenë të përshtatshme për të qëndruar në spitale modulare, sepse nuk kanë patur nivelin e duhur të sigurisë. Dhe për mbrojtur këto gjëra, domethënë një prokuror i quajtur Dejan është dërguar në Tetov për t'i fshehur këto informacione. Dhe zonja Kadriu informon që i njëjti tani është në Koçan. Nuk dihet nëse Dejani në Koçan mundohet të gjejë vërtetën apo të fsheh ndonjë fajtor tjetër, por dihet që pronari i diskotekës nuk është kapur akoma dhe nuk i është bërë akoma emri publik, vetëm se përmendën në grupin e të arrestuarve ish ministri i ekonomisë zoti Kreshnik Bekteshi, disa persona domethënë të inspektorateve, kreu i mbrojtjes së sigurisë kombëtare, kreu i, nuk e di, disa krerë të komisariateve policore në Koçan, në Shqip, në qytetat rreth Koçanit, por dhe po ashtu menaxhuesit, domethënë drejtuesit e diskotekës, të cilët kanë qenë menaxherët e diskotekës, por jo edhe pronarët. Jo zyrtarisht, domethënë ka disa në vendin tonë ka edhe kështu gazetarë të cilët janë, le të themi, i quajmë kontrovers, po japin lajme të cilat kalojnë 2-3 ditë, pastaj edhe konfirmohen. Një nga ato, Zoran Bozhinovski, informonte këto ditë që pronari i vërtet i diskotekës në Koçan bie të jetë bazhanaku i kryeministrit Mickovski. Po ashtu, i afërt me kryeministrin Mickovski ka qenë edhe pronari i kompanisë që ka siguruar, domethënë që ka bërë security në këtë diskotekë. Nga kjo kuptojmë ne pse mund të ketë shkuar Dejani i famshëm, apo? Kjo, domethënë, mbrëm dje në mëngjes Bozhinovski paralajmëroi lidhjet e mundshme familjare të kryeministrit me pronarët e vërtet të diskotekës. Mbrëm prokuroria informon që Dejani pamkeq po sillet rreth hetimeve në Koçan. Kështu që ky është edhe ai momenti që e thash edhe më herët, domethënë nuk është se vetëm unë jam i vetmi që nuk i besoj organeve të drejtësisë. Tu dihet, domethënë, drejtësia ka besueshmërinë me më pak se 4% në rang kombëtar, në rang shteti. Domethënë, pothuajse askush po dole të bësh një anketë në rrugë dhe të pyesësh qytetarët se a besoni në drejtësi, domethënë do ishte mrekulli e madhe po gjete në mesin e nuk e di 100 qytetarëve, 2-3 persona do thonë që po. Është domethënë aq i kapur, aq i kalbur, aq i krimbur, aq i korruptuar ky sistem, sa që na kushton jetë njerëzish dhe nuk dihet akoma kur edhe sa të tjerë, domethënë më nuk bëhet fjalë a do të ndodhin përsëri, po kur do të ndodhin përsëri. Arianit, duke ju falenderuar shumë për intervistën dhe duke uruar që ngjarje të kësaj natyre kaq tragjike të mos ndodhin më, faleminderit shumë për kohën dhe shihemi në intervista të tjera. Unë falenderoj edhe një herë për kohën tuaj, për interesimin tuaj dhe sidomos domethënë që po e mbani edhe publikun në Shqipëri të informuar me këtë gjendje. Edhe ju dëshiroj shumë punë të mbarë dhe shihemi shpresoj për gjëra më të mira. Shumë faleminderit.